zemra dhe enë të gjakut reagojnë ndaj këtij stresi. Siç e përmendëm, rritet rrafja dhe tensioni, por kemi edhe një ngushtim të enëve koronare, rritje tonusit të enëve të gjakut që ushqejnë muskulin e zemrës, kemi një rritje të rezistencave periferike, i themi, pra ngushtim të enëve periferike, të cilat kontribojnë në rritje të presionit dhe punës që duhet të ushtrojë zemra, dhe siç e përmendëm, edhe rritje të parametrave të inflamacionit edhe të cilat çojnë në një disfunksion endotelial, quhet, pra një çrregullim të shtresës së brendshme të enëve të gjakut, të cilat mund të precipitojnë pastaj edhe në ngjarje. Kemi një rritje të veshtullisë ose të koagulabilitetit të gjakut, gjë të cilat mund të çojnë pastaj në ishemi të zemrës, aritmi, infarte, dhe pra këto janë mekanizmat kryesor që përshtatet zemra.